Përshëndetje më të nderuar, sot do t'ju tregoj se si do ta përgatis këtë baklava vetëm me 4 kulet që do t'ju shkrihet në gojë dhe më besoni që do të bëhet e preferuara juaj. Ju lutem ndiqni videon deri në fund për mos të humbur detajet. Dhe të fillojmë nga përgatitja. Në një enë do të hedhim 2 vezë. Vezët duhet të jenë në temperaturë ambienti. Do të hedhim një jogurt ose mund të hedhni një gotë 200 ml me kos. 100 ml me vaj, një pluhur për pjekje ose peciv. Besoni që kjo baklavë është shumë e shpejtë. Do ta përgatisni në një kohë rekord. Sa zgjat një pite, për shembull, për ta përgatitur aq zgjat kjo baklavë. Është shumë e shpejtë nëse keni fëmijë të vegjël ose nuk keni kohë. Vazhdoj me 2 lugë ufull. Mund të hedhni ufull ose limon, sepse uflla ose limoni ndihmon në shkriptimin e petëve. Këtë baklavë e përgatis shumë shpesh, sepse me të vërtet përgatitet shumë shpejt dhe shumë lehtë. Tani vazhdojmë me miellin. Këtu kam hedhur 300 gram me miell. Tani është momenti ku do të fillojmë që ta ngjeshim me duar brumin. Do t'i shtroj edhe 100 gram me miell dhe mjafton. Brumi duhet të jetë i butë dhe i lemuar njëjtë sikur se shikohet në video. Tani nga ky brum do t'i nxjerrë 4 kulaça të mesëm. Kulaçat do t'i ngjeshim njëjtë sikurse në video do t'ju japim një formë grumbullake. Këtu nga fëmijë kam dhe kunatën time që jemi duke përgatitur së bashku 2 baklava për ditën e Fitër Bajramit. Kulaçat i lëm të pushojnë për 5 minuta. Tani do të vazhdojmë që t'i hapim me një tholluese me një seshte. Tani pasi që kemi hapur petën, do ta mbushim me një seshte, sepse dhe një seshtja ndihmon në shkëlqimin e petëve. Do ta palosim si në video. Pasi t'i palojmë edhe një herë, siç shikoni në video, do t'i lejmë edhe për 5 minuta tjerë që të pushojnë kuleçt. Dhe kështu vazhdojmë me thollimin dhe palimin e petave derisa të harxhohen të gjithë. Nëse ju pëlqeu kjo video, më suportoni me një subscribe. Faleminderit. Tani do të fillojmë që t'i hapim edhe kuleçet që i lam të pushojnë 5 minuta. Petën duhet ta hapim siç shikohet njëjtë në video.
Vazhdojmë që t'i shtrojmë pjetët e holluara në tepsi të lirë me vaj. Këtu kam 300 grame orra të bluara dhe keksa të bluara, ku do t'ja hedhim baklavas. Kështu do të vazhdojmë si që shihet në video, duke shtruar pjetët dhe duke hedhur mbushjen derisa të përfundojnë të gjitha pjetët. Pas që e kemi përfunduar baklavan, do ta prejmë njëjtë si kurse në video. Unë kam vendosur që ta prej në furnë ylli, dërsa jo mund ta prejni dhe katrore apo si do ju që të dëshironi. Këtu kam shkrirë 2 margarina dhe do t'ja hedhi baklavas në mbi. Këtë fundin e margarinës që jetë njëjtë si kurse në video që shihet, ju lutem mos t'ja hedhni sepse nuk preferohet për baklavë. Së pari parangruhim furrën në 250 gradë, ku do ta pjekim për 10 minuta derisa baklavaja të marrë ngjyrë të artë. Më pas do ta ullim temperaturën në 180 gradë, ku do ta bëjmë pjekjen. Baklavan e kam pjekur në 180 gradë për 3 orë të plota. Dhe si që shihni, baklavaja ka marrë ngjyrën e artë dhe ka dalur fantastike. Dhe fletat hapen një nga një dhe shikoni se si troshitet, është perfekt. Dhe këtu jemi të nesërmen. Shikoni baklavan, unë tani do t'ja hedhi shërbetin për mi. Të nesërmen është ditë bajrami, ku do ta festojmë dhe ëmbëlsira është e gatshme. Shpresoj që dhe ju ta përgatitni, nuk do të pendoheni. Me 4 kuleç, unë mbusha plot tepsinë me baklavë, pa pasur nevojë që t'i holloj 60 peta. Kjo është mënyra më e lehtë që mund të përgatisim një baklavë. Nëse keni fëmijë të vegjël dhe nuk keni shumë kohë, kjo është një recetë perfekte për juve. Unë shpresoj që kjo recetë ju pëlqeu dhe ju ndihmoi sado pak. Nëse ju pëlqeu, më mbështesni me një subscribe, me një like dhe një koment. Dhe ju faleminderit për çdo shikim, pëlqim të recetave të mia. Deri në recetën e radhës, mirëmbëjtshit.